Ministri mbrojtjes së Maqedonisë Talat Xhaferi, që i përket komunitetit shqiptar në shtetin multietnik, është përballur me një surprizë që duket se ka lënë paksa të habitur. Bisedimet me homologun e Tiranës zyrtare Arben Imami në zyrën e këtij të fundit kanë nisur në gjuhën angleze, megjithëse të dy bashkëbiseduesit janë shqiptar. Pas prezantimit të Imamit, homologu maqedonas Talat Xhaferi ju drejtua duke i thënë: "Më lejoni të flas në gjuhën shqipe", duke ka përcyer këtë moment të sikletshëm në prani të mediave. Has been excellent. We are very happy. Welcome in Tirana. Gjatë konferencës, ministri mbrojtjes Imami u shpreh se Shqipëria do të japë mbështetje të palëkundur ndaj Maqedonisë, që ajo të antarësohet në NATO. Maqedonia duhet të jetë një vend antar dhe mund të bëhet një vend antar i NATO-s. Shpresojmë që çështja e emrit që ka qenë pengesa e vetme për Maqedoninë do të gjejë një zgjidhje sa më të shpejtë. Propozimi që erdhi nga Shkupi zyrtar ishte mundësia e dërgimit të misioneve të përbashkëta paqëruese shqiptaro-maqedonase, duke nisur nga Afganistani. Oferta, siç thash, që ne vetë në të ardhmen të mendojmë që atje të bëjmë mbi pjesë e përbashkët me formacione të përbashkëta, për faktin që një mënyrë e tillë e pjesëmarrjes në ato misione për të dy vendet do të ulte kostot e pjesëmarrjes atje.